Të nderuar shikues të Radio Televizion Liria, mirë se po takojmë në emisionin e radhës në Mjekësia dhe Ti. Të ftuar sot kemi doktor Kushtrim Qerimi, kirurg i përgjithshëm, i cili do të na flasë dallimet mes mjekësisë në Kosovë dhe në Europë. Mirë se vjen doktor Kushtrim. Mirë se vjen, faleminderit shumë për ftesën, jam i nderuar dhe kam kënaqësinë të jem pjesë e këtij emisioni ku promovon vlerat në aspektin e mjekësisë dhe mjekët tonë këtu, ata të cilët janë vendor, po dhe ata të cilët kanë prek arenën ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Doktor Kushtrim, ne e dim se ti do të thotë në pjesën para se të arrish sukseset, nëse mundem me quajt sukseset në nivel specialistik, keni qenë në Kosovë. Pse vendoset ta lëni Kosovën? Po. Përkatësisht shkoni në Gjermani për hir të... E ndërum, unë kam përfundu studimet në vitin 2008, pra jam gjenat 2002-2008, atëre kam vazhdu me punësim si mjek i përgjithshëm në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjilan. Për 2 vite me radhë kam punu në për punktet ndryshme, varësisht prej nevojave që kanë qenë të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Po për fat keq në atë periudhë nuk ka pas ndonjë mundësi specializimi, nuk është hap dikun 3 apo më shumë vite nuk ka pas as edhe një vend të specializimit. Kjo nuk ka qenë vetëm shkak, po ka qenë edhe shkaqe të tjera për shkak se numri i mjekëve të cilët pritnin vetëm për një vend pune ka pas arrit vetëm qytetin tim për 30 mjekë të cilët nuk kishin mundësi të kishin një vend pune. Pra u boni një konkurrencë e atashme edhe për një vend punës e mos flasëm për specializim. Ta drejtën rrugë të cilat u hapën për Gjermani, ne nuk i kishim shumë njohuri, po interesuam dhe fillu me mësu gjuhën gjermane, gjuhë të cilën nuk kemi pas mundësi më herët ta njohim për shkak se gjatë shkollimit të fillor dhe të mesëm, po edhe aty universitar nuk kemi pas kontakt me gjuhën gjermane. Ne kishim pas kontakt me gjuhën angleze, franceze, po jo me gjuhën gjermane. Për një periudhë shkurt kohore, mandej mësuam gjuhën gjermane dhe fillu me përgatitjen e dokumentacionit që nuk ka qenë edhe shumë e lehtë sepse është dashur një numër i madh i dokumentave të nxjerrën, të përkthehen, të notarizohen, pastaj të dërgohen në Gjermani për të vazhduar procedurat e më të tjeshme. Kur flasim për drejtën e shkollimit, se do thotë vetëm sa keni kryer pjesën e Fakultetit Mjekësisë Përgjithshme dhe stazhet që ka qenë obligativ, edhe keni punuar si mjek i përgjithshëm, e përmend më. Cili është dallimi mes shkollimit këtu dhe në vendin ku keni qenë përkatësisht në Gjermani? Shumica e fakulteteve të mjekësisë, sepse janë një numër i konsiderueshëm, pra në Gjermani kanë sistemin e shkollimit 5+1. Ne kemi pas 6+gjysmë vjeti stash, ashtu quajtur. Do të thonë sa i përket provimeve, është bën një barazvlerësim atje, mirë po paraprakisht mjeku nuk është dhënë licenca, por është dashur të futet me një provim që quhet provimi i gjuhës, njohurive gjuhësore të profesionit, Fachsprachprüfung. Domthonë ne është dashur para se të fillojmë me punu për me marr lejen e punës, jo licencën, por për të pas drejt me punu edhe me u specializu deri në 2016 ka qenë rregull e përgjithshme në Gjermani, pra na kemi thonë provimin çdo mjek që ka ardhur prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, vendeve të Ballkanit Perëndimor, është dashur me thonë këtë provim për me mujt me marr lejen e punës. Mandej kemi vazhduar me specializim e tek ma vonë. A ka qenë ky provim profesional në aspekt provim më shumë gjuhësor, po më pa se mjeku sa e njeh gjuhën dhe a është i aftë me komuniku me pacientin gjerman. Sepse nëse ti me gjuhë nuk je mirë, atëherë ka kish me qenë problem komunikimi qoftë me koleg, po në veçantë me pacientin gjerman. Për shkak se kushtohet një rëndësi shumë e veçantë pacientit, në që mjeku mos me dalë keq përpara pacientit, edhe mos me ndodh keq kuptimet ose zot na ruaj me ndodh në keq trajtim i pacientit. Kur dihen ndjeshmëria e punës. Po, ndjeshmëria e punës. Ne kemi dhënë atë provim, ka qenë ajo leja e parë, edhe kontakti i parë me sistemin gjerman sa i përket pyetjes ose nënshtrimit të një mjeku të një provimit që në sistemin gjerman. Kemi kalu mirë, kemi pas frikë padyshim sepse ka qenë provimi i parë në shtetin gjerman, mirë po kemi kalu mirë dhe ajo na ka dhënë dritën e shkilës që ne me vazhdu me specializim, pastaj me u përgatit për provimin e licencës apo ashtu quajtur në aprobacion, që ka përfshi pastaj 2 libra kogja të mëdha voluminoze të gjuhën gjermane, të cilat është dashur me përgatit mjeku që është jashtë Gjermanisë dhe pastaj me u fund sistemin gjerman. Në kohën kur ju po flisni, do të thotë kur keni shku për Gjermani si mjek në atë kohë, jo specialist, a ka qenë numër i madh që ju kanë bashkangjit atij karvonit tjuft që ju keni shku në atë kohë, apo se me sa po moj men në atë kohë ka qenë edhe një farë kur
mas që ti largimit madh të mjekëve, është bëlla apel prej qeverive të kalume që me u kthy truri në farforme, në Kosovë truri i... Po, me thënë drejt, ndoshta, duhet me qenë real ky largimi në vitet 2010, ma shumë 11, 12, 13, një shumicë e konsiderueshme mjekëve, sikur i lanë me marë frymë sistemi shëndetësor në Kosovë, për shkak se pas kolegë që cilët mbeten patën tanë mundësi me zgjedhje specializimit të maj men masi kemi filluar me specializim atje, është bo 2 ose 3 konkurse të cilat pastaj kolegët që kishin mbet Kosovë marrën specializimet. Ky alarm është bo para 3-4 vite, kur është pasur një numër shumë i konsiderueshëm i mjekëve kanë migru në Gjermani ose vendet perëndimore, më shumicën rastin Gjermani, Zvicër edhe Austri, në shoqatat e ndryshme të mjekëve shqiptar kanë kaluar numrin e 1000 antarëve, që të thotë është një numër i konsiderueshëm i cila ka përfshi sistemet e ndryshme shëndetësore, qoftë Gjermani, Zvicrës apo Austrisë, ku janë kyç kolegë, cilët përveç që janë kyç kanë kryer specializimet, sot janë edhe në pozita të udhëhecë, edhe vazhdojnë karrierën e tyre shumë të suksesshme nëpër vendet që i përmendëm. Pa dikur ma vonë se jo në fillimet tona kur kemi shku nuk ka pas një thirrje kështu në aspektin politikës që mos largohemi. Po, ditë se kjo ma vonë është përdorë si slogan edhe nëse s'gaboj ka qenë edhe gjatë fushatave që është përdorë prej partive politike ndryshme, qëllimi ka qenë tendenca me bë kthimin e trurit në Kosovë, truri në këtë rast të kuadrove që kanë dalë. Po flasim tash tek e drejta e specializimit. Kush ka drejt me marrë specializim? Ju i përmendet disa kritere që është dashur me kryer një farë provimi shtesë, si provim përfundimtar. A do thotë që kuadrat tonë të përgatitur në Kosovë, mjekët tonë, në këtë rast po edhe stafi profesional shëndetësor, janë më të mangët në aspektin profesional, apo vetëm ka qenë shkaku që përmendet gjuha e komunikimit në këtë rast? Se kur dihet se gjuha është gjuhën e keni kry, kurset e keni kry vazhdimisht në Kosovë. Nuk besoj që jemi të mangut se për këtë aspektit profesional, nëse pjesa teorike është këtë gjë e fort, po flasë për gjeneratat cilat unë i përkas edhe gjeneratat cilat në vërtet kanë mësuar, nuk dëshoj që edhe gjeneratat e reja mësojnë, po format e provimit ka qenë tu pak më e rëndë dhe ndoshta kemi dalë në aspektin teorik shumë më të fortë. Pjesa praktike është vërejt atje kur kemi shkuar që na ka mungu, e kemi plotësuar me kalimin e kohës, ndërsa pjesën teorike nuk besoj që kemi pas mangësi absolut me shtete tjera. Po flas për jashtë Gjermaninë dhe Zvicrën, vendet kështu të ngushta perëndimore, na ka rastis me pas kolegë për gjitha vendeve të Evropës lindore, për shembull Rumani, Sloveni, Slovaki, Çeki dhe shumë vende tjera që nuk kanë dalluar sa i përket diturisëm në raport me kolegët tonë. Nuk kanë qenë shumë hapa përpara, mos them shumë herë kanë qenë edhe mbrapa. Sa i për këtë pjesës teorike. Sa i përket pjesës praktike, mandaj me kalimin e kohës, varësisht për profilizimit, nëse ke shku si fillestar, ata të kanë pranu si fillestar. Nuk e ditë edhe historiku në Kosovës, që është një vend i dalë pas luftës, është në tranzicion, është në periudat e etablimit, në secilën fush e kanë pas një tolerancë, jo pse ne nuk kemi punu mirë, por në atë kuptimin e kanë ditë që vinë prej veneve që shëndetësia kanë ngecë. Kjo pa dash me t'inglu melankolikëve, që ka po di, unë jam ma politik, nëse më pyet politikisht, po mendoj se në aspektin e shëndetësisë ja kemi hjut shumë si politik në Kosovë, për shkak se kur nuk ka qenë prioritet i asnjë qeverie, kështu të them prioritet në rrafshin më të lartë, që me përgatit kuadra, duke marrë parasysh që prej 90-ave deri në 99 kemi pas një shputje për shkak të represionit, të agresionit, çka dush ta qush okupimit që kemi pas, që ndoshta nuk kemi qenë ata që çdosh me çon në aspektin shëndetësor. Jo, sistemi jemi për shtatë dhe nuk është që ka pas në i dallim të madh. Për atë mu i me thonë me krenari që kolektit tonë në shumicën e repate ku kanë qenë më të mirët. Thëmë me plot krenari që shqiptarët e Kosovës kanë qenë për i më të mirëve në çdo repart që kanë qenë. Nuk ka pas në i dallim. Konkurrent kemi pas mandej popullatën gjermane, fjale për kolektit tonë gjerman, me cilët kemi garu kokë me kokë, që thojmë për të arritur të majët e sukseseve. Atëherë, kur keni qenë, do thotë ju kanë pritë sfida të reja, me qenë se të përmendet që ka qenë edhe periudha tranzicionit në atë kohë kur ju keni mbaruar edhe studimet e fakultetit mjekësisë. Po, cilat janë ato rrugë që do të më kyç ne mjek i përgjithshëm atje në specializim?
a do të më njek, a hapen konkurset për specializime, kush ka drejt me zgjedh specializimin ose çfarë specializime ki drejt me zgjedh, mentorët cilët janë, domethënë çu caktohen mentorët, a është e njëjti strategji sigurisht që aplikohet edhe tek ne? Jo, absolut. Domethënë strategjia ndron sistemi shëndetësor gjerman është sistemi më të mirë në Evropë, jo pse kam qenë pjesë e tij, të drejtë të dhënies ose të qenit mentor e ka çdo specialist, i cili e ka një përvojë caktuar përvojë caktuar kirurgjike, për shembull këtë rast po flas kirurgjin, ti ki drejt me konkuru me një vend të punës, nuk hapen konkurset ka të vazhdueshme, nuk hapen nivel të shtetënor, por çdo spital varësisht prej nevojave i hap konkurset e tina. Nëse ka nevojë për një specializant kirurgji, ai hap vendin dhe normalisht i mbledh kandidat, ata i pyet dhe shefi mandej vendos cilin prej tyre kandidatëve. Bazë arritshmërisë. Po, bazë arritshmërisë nuk ka as të lidhje as me komunë, as me Ministri Shëndetësisë apo me diçka tjetër, sepse një person të cilin ti e pranon në punë, në stafin tënd duhet me qenë i përshtatshëm. Domthonë, detyrimisht duhet me qenë ty më të përshtatë si pjesë e ekipit ai që e merr në ekip. Prandaj sistemi gjerman i shkollimit është i tillë që për shembull nëse ke zgjedh kirurgjin viscerale ose të përgjithshme, atëherë ki 6 vjet specializim deri në 2018 ka qenë me mundësia me i depërtu, me i dorëzu, me shkrim, prej 2018 gjithçka është digitalizu, edhe e katalogu i operacioneve është në formë digitale, ti dush me imri një numër caktum të operacioneve, dush me pas shkallësitë e tua profesionale gjatë shkollimit i ki 2 vite që quhen bazë e kirurgjisë Common Trunk, të cilën kemi kalu një pjesë në emergjencë, 6 mujorën, mandej një pjesë kemi kalu në ata shqyrën intenziv, e cila është intenziv, 5 muj intenziv, 1 muj anestezion, që do të thotë të kemi përgatitur dhe me intubu pacientin, edhe me pa anën tjetër të sallës, sepse si kirurg të bjen me pa 2 pjesë sallës, pjesën ku ne operojmë, ndërsa se anesteziolog të bjen me pa pjesën tjetër të operacionit. Pra si të rëndësi dush me ditë të 2 anët se si frymojnë dhe si zhvillohen gjatë një operacioni. Kjo mandej ta jep drejtën me shku me vazhdu me operacione shkallë prej tuke fillu pe operacione më të vogla, tu shku ka operacionet e mesme, dikur edhe operacionet e rënda. Ai që vlerëson se a dush me dalë ti specialist apo jo, është ai shefi ose ekipa të cilën ti ke qenë për kujdesje dhe në një dëshmi që ai e jep për odën e mjekëve, dëshmon që për shembull person XX personi gjatë specializimi 6 vjeçar ka kry këto operacione, po nuk përfshihet dëshmia veç për pjesën praktike sa do të me qenë fjala është veç pjesën operative, po ka me qenë pjesa sociale, pjesa kolegiale, gjithçka do të më përfshi brenda një dëshmie. Pra, dëshmia është ajo që ty ta jep lejen në realitet me u fut në provim. Mandej pjesa e provimit është pjesë e cila më ka bo me unik renari, jo veç mu për shumicën e kolegëve tonë që vinë prej veneve tona, sepse atje del para 2 profesorëve dhe një profesor i cili është në cilësinë e kryetarit dhe është neutral, mandej kemi u pyet, edhe në fund pyetjes ata masit kanë pyet pjesën që është në këtë rast teorike, ta japin rezultatin në këtë rast shpallës si specialist. Momentin që është shpallë specialist, varësisht për i drejtimeve, mandej ka pozita hierarkike në të cilat mandej mundesh me u emëru, edhe tash deri dje ke qenë ai nxënësi, mandej mundesh me qenë edhe ti mentor i njënit prej këtyne specializantëve të ri. To fillu prej vitit parë deri te viti i fundit. Po kjo ta jep drejtën ty për pavarësinë për shembull kujdestarit atje që mban, mandej ki drejtë specialist me bo i thënë këtu në Kosovë permanencën prapa vinë që ti ki drejt me operu edhe vetë, sepse atje specializantni nuk operën kur pa pas prezencën e një specialistit. Kështu është rregulla gjermane e shkollimit. Kthehemi prapë te një detaj që më intereson dhe ndoshta ju intereson edhe shikuesve, a ekziston ai rregulli me pas njofshëm me marr specializim, sikurse fatkeqësisht ekziston në për disa vende tjera. Pa përmend Kosovën këtë rast. Nëse e gjen një mjek shqiptar që është në pozitë, atëherë kime pas një mundësinë e njohjes, të kisha thonë se kur për periudhën që kam qenë në Gjermani, atëherë nëse ke pas kontakt me mua dhe me të them si pajtim e ke dërgu një kandidat që është prej Kosovës, si referencë kishmi mujt me favorizu që me marrë se specializant apo një ofsi lokal. Nëse ka qenë në ekip përzgjedhës se ka qenë shqiptar. Po, për shembull. Jo, po flaste
panelit që bën përzgjedhjen e specializantëve Pa. të vendeve të tjera, jo shqiptar, po në përgjithësi po përfshi edhe shqiptar. A ekziston ajo metoda që me këshir me a gjetë lidhjen, me a gjetë vezën? Jo, absolut. Unë po e marr një shembull shumë konkret, kom një koleg, nuk du me përmend me emën, për shkak të privatësisë tina dhe tem. Në repartin ku isha unë, në kirurgji isha vitin e 3 specializim, edhe ai do të me arë me fillu specializim vitin e parë. Edhe unë shefit që kisha të repartit, thëmë, kushtimisht ky personi ka më arë një intervistë të ju, është mesin e 3 kandidatëve. Kisha pas dëshirë me pas është i vendit tem dhe kom një gjuhë përbashkë me të qoftë në gjuhën timet nanës edhe ose gjuhën gjermane. Edhe futën një intervistë bashkë me 2 kolegë tjerë. Mirë po, ashtu ka qenë ajo drejtësia gjermane, më thëtë shefi pastaj thëtë, unë e zgjedha atë personit që ma propozove ti, jo pse ma propozove ti, po e meritoj. Ndoshta të kishë qenë kufi me atë 2 tjerë, e kisha marrë se ma propozove ti, po kjo e meritoj, duk shumë ishte maj mirë se këta 2 tjerë edhe e mora. Jo pse më thati, po në këtë ras e mora me drejtësi. Edhe kjo bën me dije se sa nivel është përzgjedhja e kandidatëve. Tani nuk do të me thonë që ti nëse e përzgjedh si kandidat për me kry një specializim e shet gjatë rrugtimit tën fillestar, mujt e parë që nuk je për atë specializim atëre, edhe ndaj në anë është të japin një këshill, është mirë me ndru, mos me marë as vetë vetën në shok. Po, ta japin. Në çfarë periudhe kohore lejohet? Në çfarë periudhe kohore lejohet me ndru? Lejohet, për shkak që thash ajo kirurgjia bazë, 2 vitet bazë, njihen edhe ndrejtime tjera kirurgjike për shkak. Ose pjesa e emergjencës dhe pjesa intenzive, su kishtë njofë nëse kishe kalu në anestezion, po edhe nëse kishe kalu me një të zëmë një drejtim që s'është kirurgjik, që është mjekësia interne, po një drejtim por jo me shku 6 vite gabim. Jo, 6 vite gabim shumë rrallë, mos me thonë që asë njëherë nuk ndodhë. Atëherë, të ndruar shikues, është koha e marketingut, shkojmë në blok marketingu. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emona Center. Miell finesa 5 kg 3.39, sheqer 5 kg 3.85, qumsht vita 1 litër 1.05, përshut vakum 7.99, kaqik pule 2.69, kos 1.4 kg 1.59, milka 0.99 cent, chips ketchup 90 gram 0.59 cent, Student Fitness Snack 125 gram 1.69, popcorn 300 gram 1.09, çaj kuq 400 gram 3.59, ujë natyral bidon 10 litër 0.79 cent, detergjent rrobash 6 kg 4.49, detergjent rrobash i lëngët 2750 ml 3.69, sapun i lëngët duash 500 ml 0.75 cent. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. Të
Të nderuar shikues, u kthyem në studio me përmendjen e sponsorëve tonë, të cilët na bashkangjiten çdo herë gjatë emisionit tonë. Si sponsor i parë është HomeLab Plus laborator, i cili bën diagnostikim në aspekt hematologjik, biokimik, mikrobiologjik, i themeluar në vitin 2019, i cili bën një gamë të madhe të analizave për ju të nderuar pacient dhe po ashtu bashkëpunimet e tij me Turqi, Greqi, Shqipëri. Synim i këtij institucioni është besueshmëri, profesionalizëm dhe cilësi. Emona Center në rrjet i supermarketeve në Kosovë, i cili është dekoruar 3 herë radhazi për cilësi dhe një slogan i saj është mos përmbajtja e pijeve alkoolike në raftet e shitjes. Meka Halal Food, një ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare me produktet e mishit, si dhe e certifikuar disa herë nga Bashkia Islame për produkte halal. Cima Construction, e themeluar në vitin 2009 me një përvojë dhe staf të kualifikuar dhe renditet njëra ndër kompanitë më të suksesshme në vend. Të nderuar shikues, u kthyem sërish në studio me musafirin ton doktor Kushtrim Qerimin, kirurg i përgjithshëm. Doktor Kushtrim, meqense keni shku në kohën kur ka qenë sipas asaj që thatë më herët, kohë shumë e vështirë për me depërtu deri në Gjermani ose në një vend caktuar të Europës për me punu në aspektin profesional sikurse jeni ju. A dallon ajo koha e atëhershit me tash në bazë të informacioneve që keni edhe kolegëve të cilët depërtojnë tani? Po, patyshim, në fillimet e tona na kemi pas drejtë edhe si kosovar me lëvizjes lirë, prandaj kemi qenë të kufizuar dhe çdo patyshim e marr një ftesë prej spitalit klinikës përkatëse, me atë ftesë mandej me apliku në ambasadën gjermane dhe me prit shumë kolegë kanë humbur shumë termine prej termineve që kanë pas transheshme në për klinika të ndryshme, pra ato intervistat e tyre për pranimin e punë për shkak të mosmarrjes me kohë të vizave. Kjo ka shkaktuar pasaj kokçarje, dhimbje, për shkak se shumë herë ndoshta në vend në pozicion i mirë është shku për shkak pamundësisë me arritjes me kohë ose marrjes vizës me kohë. E tash kjo periudhë pak dallon për shkak se mundësia e para është që kosovarët mund të lëvizin lirë, edhe mundësia me ardh me kohë ose në intervista të ndryshme është më e lehtë. E dyta është vend është bo mirë, domethënë s'ka pak klinika që të cilët nuk kanë pas kontakt me mjek shqiptarë dhe ajo prezentimi që thash arritja sukseset e tyre kanë bërë që me pas një reputacion të mirë, me pas një emër të mirë si mjek shqiptar në Gjermani, Zvicër apo Austri. Domethënë sot ki mjek shqiptar që në pozita udhëhecëse në shumë klinika, qoftë Gjermani, qoftë Zvicër, qoftë në Austri. Nuk po du me hy me emra me i përmendshëm në mënyrë që mos me imbet borx dikujt, po kjo ka bërë që mandej emrin ose dhe reputacionin e mjekëve shqiptar me rritë dhe me qenë e lehtë dhe çështja e mjekëve të ri, të cilët dojnë të marrin specializim në Gjermani. E llogaritni këto që përveç sukseseve që kanë ose sukseseve që kanë arritë si ekip ose si profesionist, të fushave të caktuara është edhe një mangësi që përmet të vendit tonë? Po, patyshim. Është një mangësi e jashtëzakonshme, kthimi i këtyre njerëzve të cilët kanë arritë nivelet të larta të shkollimit atje, ekspertizë të jashtëzakonshme, duke qenë pjesë e stafeve të cilët padyshim vinë për shkolla më të mira gjermane, zvistrane apo austriake, kthimi i tyre kishte qenë një mrekulli e veçantë në aspektin e mjekësisë, për shkak se atje ku bëhet mjekësia po thëmë, ma e mira evropiane, jemi pjesë ati sistemi, kemi qenë pjesë ati sistemi. Kjo lenë shumë tregon për cilësin, për kvalitetin e nivelit lartë që kanë pasë spitalet ku kemi qenë ne prezent. Prandaj, një këthimi t'ilë kishme qenë një mirë se ardhën, konsiderojme maksimalisht i mirë se ardhën, për shkak se kvaliteti që i shofru, kishme i konkuru pa asë një më dyshe Ballkanit në çdo aspekt. Në mjekësisë Ballkanit pa kur farë problemi, qendrave më të mira që kemi ndëgju si fëmijë, si të rritun, qoftë Beogradit, qoftë Zagrebit, qoftë Ljubljanës apo edhe dikujt tjetër, absolut, pa kur farë problemi. Kjo me shpresë që në të ardhmen shteti jonë, në fakt përkatësisht dikasterët e shtetit tonë, shpresoj me qenë ma të vëmendshme në atë qëllimin që me rujt ose me bë kthimin atyre kuadrove të cilat janë shkollu, edhe pse ato ndoshta janë përgatit atje për të shërbyer atij vendi atje, po sidoqoftë janë njerëz, janë popull, janë kuadrat, janë pjesë e këtij populli tonë dhe medomos e don vendin e vet me pas këto, me kanë. Ju mbas specializimit keni punuar si specialist, po më intereson me ditë
A keni punu në spital privat apo spital shtetëror? A janë të ndara këto apo janë si... Po, shumica e spitaleve janë privato-publike, ka dhe spitale private. Spitalin në cilën kam punu, ku i kam përfundu 2 specializime, ka qenë i partneritetit publiko-privat. Në një pjesë private, një pjesë shtetit, po nuk dalojnë shumë. Në më thënë si... Ajo që ka karakterizën se ku folëm pak ma herët për këthimin e tyne, po ata këthejnë, ofrohen kushte për më këthy. Për ata thash presoj që me pas... Prandaj, nëse bëhet një strategji e veçantë për këthimin e ty në ofrimin e kusht, për afërsisht, po them tash kushtet e ngjashme sikur që i kemë qenë në Gjermani, po s'paku me për afru ato kushte, kishme qenë ma i letë këthimi, sepse kush nuk e do në vendin e vetë. Është një 80% e kolegëve me cilët kemi bisedu cilët androjnë me u këthy në Kosovë dhe kontribu në sistemin shëndetësor kosovar, përkatësisht pacientit me qenë shqiptar. Nuk ka knatësi më të madhe se me shku dhe me mjeku një pacientit cili është shqiptar, me cilën ti komunikon gjuhën tonë. Pavarësisht që ndihma që i ofrohet çdo krijese njeri që është në sipërfaqe të tokës ta jep një ndjenjë të mirë, mundësia e ndihmës. Po, kur e ke vendas ose kur e ke bashkon bas është këtë ma ndryshe, është një ndryshe. Sa i përket mundësive, s'ka në e fardalimi shumë të madhë, mund me ndalu në rogë që është një përqindje shumë e vogël, për shkak se atje ka nivelizim edhe të pagave, nuk do me thonë që... Dallimi në mes publikut apo privat? Po, nuk ka në i dallim shumë të madhë, absolut. Janë marrëveshje të veçanta, nëse ti ke arrit si ekspert me një fushë caktuar me bë diçka që nuk bëjnë spitalet tjera, tani janë anekse tjera të kontratave, benefitet të cilat mundesh me i marrë. A ke drejt me punu ma shumë se sa është e parapone me ligjin e punës nëse ti i aftë për punë? Periudhën e 5 vjeçarin e fundit është ka qenë një politikë jashtëzakonshme atyre që mbrojnë drejtat e punëtorëve, për shkak se mjeku kirurgu ka ndodhur me i majt deri në 10 kujdestari. Ka pasur me ligj që më shumë se 5 kujdestari mos më i mbajt muj. Edhe për çdo kujdestari më tepër që ke mbajt, është dashur me pas arsyetim të fortë. Jo për diçka, po shpas që nëse bëhet për një periudhë shumë gjatë kohore, që ky person i cili ka marrë shumë kohë gjatë kujdestarisë lodhet. Edhe mundësia e shfaqjes maksimale të kvalitetit të tij profesional bie, sepse kur ti e lodhën, normalisht që aftësitë tua, lodhja bën vetën që ti mos me shfaq, mos me pas performancën më të mirë të mundshme. Prandaj është luftu që mos me pas më shumë se 5 kujdestari. A ka ndodhur në realitet jo, për shkak mungesës stafit, që në Gjermani edhe vendet perëndimore e kanë këtë problematikë dhe nuk është shumë kjo problematikë pavarësisht pranimit të mjekëve prej sferave më të ndryshme të botës, prej kandeve të ndryshme të botës, prapse nuk ka arrit kur me eliminu si problematikë që ka në vetë që me mbush komplet. Për shembull, ka reparte që unë në reparte që kam qenë, asnjëherë nuk kemi qenë plot si ekip. Domthonë gjithmonë është një vend ose 2 i lidhë specializimit. Që lënë me kuptu që këto vende boshe është dashur më përmbush kjo pjesë hapësine aty në të cilët kanë mungu edhe për arsye ndryshme është dashur me u plotësu me punë prej stafit i cili ka qenë prezant. Atëherë, doktor Kushtrim, veç që është interesant që e le Gjermani, u shkollova në Gjermani, e le Gjermani edhe në Kosovë. Pse? Pikë pari për familje. Unë kam prindë të mi, jemi vetëm ideal, kam potencu shumë herë, ndoshta tingëllon si klishe. Unë 3 vitet e fundit kam qenë atje si kryemjek, domethënë parafërsisht 13 vite shkollim në Gjermani edhe përvoj, edhe 2 vite në Kosovë, 15 vjet përvoj në mjekësi, 13 vjet në kirurgji. Ajo ndjena me qenë afër familjes, kohë e gjatë edhe në pozitë kryemjekut kam qenë 3 vitet e fundit, nuk ka qenë e lehtë për shkak se me të vërtetë kam pas benefitet të jashtëzakonshme, jo veç vetë, do e marr parasysh edhe bashkëshortja ime është mjeke dhe ajo ka pas benefitet e saj si mjeke dhe si përgjegjëse që ka qenë tash atje i thonë në praksën e vet, unë ka qenë ambulant, pjesën ambulantore. Mirë po, dëshira vullneti i madh me qenë pranë familjes, me kontribu pikë pari në familje, pastaj edhe në sistemin shëndetësor kosovar, na ka bo me këthy. Na ime shtetas Gjerman, e kom përmend zise herë, jo pse du me nuk është nej me përdor për krenari. Jo, po është krenari si kosovar, me i pas 2 në shëtësi, sepse shteti Gjermanet, kur e jep shëtësi dikujt e fut në për disa filtra, unë muj me thonë për 13 vite nuk kom pas zdi, e kom pagu 2 dënime për shkak
ngasjes pak ma shpejt me kerë dhe dikun ku ka ndru tabelat e shit. Mos respektim. Po, jo që ka qenë, po për shemb ka ndru, ka qenë deri tash 50, dikur është ndru 30, ajo navigacioni s'ma ka tregu dhe kom, për ndryshe asnjë problem tjetër s'kam pas. Mund shme pyet pse, po ajo puna angazhimi profesional, nëse ti përfundon 2 specializime, nuk ke kohë shumë u marr me gjëra tjera përveç se me pjesën e shkollimit, me pjesën e pacientëve, jem shumë krenar për periudhën që kam kalu edhe për pritjen që na e kanë bërë neve si popull Kosovës, pra si mjek të Kosovës, me këtë kolegë kemi kontakte të jashtëzakonshme, vazhdojmë me mbajt kontakte me ta, që tregon me të vërtetë një harmoni që kemi pas me ta. Gjermani me kalon doktor kushtrimi, ndoshta dhe do doktora tjerë, ndoshta. Çka ndodh potencialisht nëse tërhiqen ata të cilët kanë qenë sikurse pozicioni jot, sikurse e patëm rastin me shlirimin e Sirisë në këtë rast që mjek të asaj pjese fillon me u tërheqë dhe me shku në vendin e vet me shërby. Çka a rrezikohet shëndetësia gjermane nëse tërheken këta? Që unë po e marr së sham, nuk po e marr me vija trashët Gjermanisë. A kanë kuadra të pakten ata që kur dihet se ata janë në moshë? Jo, kuadra kanë, po jo nuk kanë kuadra të mjaftueshme. Edhe sektori i mesëm, ku përfshin motrat dhe teknikët, po dhe mjek ku janë. Për shembull, nëse para 15 viteve ka pas shumë pak krye mjek të huaj, kushtimisht ka pas, po jo tash ka shumë. Mend që tregon se një pjesë e gjermanëve kanë dalë në pension, këta që kanë ardhur, sikur që kam qenë unë dhe të tjerë, pastaj kanë marrë pozitat e tyre që janë si krye mjek. 60-80% e personelit ka qenë e huaj, me prejardhje të huaj, domethënë që nuk ka qenë jo gjerman. Nga cilat vende gjitha anët e botës. Nga gjitha anët e botës. Po, kam rastis për 40 nacionalitete me punu me ta. Pra e qoftë Afrikës, Azisë, Evropës. A janë nacionalist gjerman të heq në aspektin e... Nuk është faqin. A nuk është faqin? Nuk është faqin kur. Nuk brendësinë e tyre nuk uzojnë me u fut, po nuk është faqin. Din me të respektu me ta dhona drejtë që ty takon, edhe në rastet, përmena pazi dëshmin, kur e shënojnë dëshmin, ka mundësi që shumë veti tuat nuk i ke ditë se cilat ata ti shfaqin dhe ti tregojnë. Ata din me tregu dhe ku ke qenë gabim, din edhe me tregu ku ke ngecë në profesion, qoftë profesionalisht, qoftë në aspektin njerëzor. Po, suksesi nuk ta mohojnë. Nuk do me thonë që ty ta pranon suksesin edhe ka me të bosh shok të mirë. Jo, nuk ta mohon suksesin, kjo ta jep të drejtën që ty takon. Nacionalizmin nuk e kanë shfaq, nuk uzoj me thonë që e kanë shfaq, jo asnjëherë. Bile, thëmë shumë herë, kishmi qenë ne ata që kishmi prit të tjerët, sikur që ne kanë prit gjerman të fjala për nacionalitetet e tjera, mrena reporteve tona si mjek, nuk e di do të kishmi mujtë me usil me ta, sikur që ata jenë sill me ne. A mundin me shkoqit në rast, me qenë se ju keni pasur edhe pacient shqiptar? Me dorës. A mundin me shkoqit në rast kur pacientin këtë rast nuk e ka ditë që je prej Kosovë, nuk e ka ditë që je shqiptar, edhe në momentin që ti ke fillu me komunikue, është, përveç që është ndi i mirë, është ndi edhe i sigurt, është ndi sigur me konë shpit vetë. Po, kam shumë raste, po do të përmendi një rast që ka qenë një nanës në cila ka qenë nanë e jetima, për shkak se burri saj është vrarë në luftë, rrethit Gjakovës. Ata kanë ardhur me rekomendim përmes familjarëve tek ne, edhe pastaj është operu, nuk po i detale, ka pas një smundje të rënë, e cila ka qenë një bunore e ka tregu një qytetarizëm të jashtëzakonshëm, jo vetëm në raport me mua si mjek, po në raport edhe me stafin tjerë, më ka bu krenar mundi mu dhe shumicës mjekve atje, me fjallat që shqiptarët që kanë qenë prezent, për shkak se ka kalu në për stacione ndryshme, to përfshi stacione intenzives ku ka qëndru dikun 4-5 ditë pas operimit, pastaj ka qëndru një 2 javë tek stacioni normal, derisa është bo me ulshu prej spitalit. Ajo ishte nane 3 fëmijëve jetima, ishte nana jonë, na e konsiderojmë sikur unë e këshilloj sikur nanën time, për shkak se largësisë me nanën, atëherë ndjeshmi një afërsi pak më ndryshe, edhe ky nuk është i vetmi rast, po ai ka qenë një rast se cilin kam pa ndjeshmëri edhe prej anës mjekëve gjerman kur i kam tregu situatën se si kanë vrarë burrin në luftë dhe si pastaj është detyruar si nanë vetë ushqyese me i rrit fëmin edhe tash vajza e saj kish marrë se ishte martuar në Gjermani, i kish marrë vesh, kishin kuptuar smundjen që ka dhe kish marrë me trajtu privatisht edhe një kosto ka qenë shumë e madhe, atëherë
kur nuk harroj bashkarisht u mundum edhe bënëm një zbritje, tash po e thon publikisht kur nuk më thonë po e bënëm një zbritje që ishte në kufite maksimales, intervenoi shefi i repartit atje që me bë diku një 5.000 euro zbritje sepse ishte shumë e madhe, veç në sajt asaj që e di ke situatën edhe di ke gjendjen e që ja interpretuar në po që ja interpretovan edhe tash pa modesti për shkak që di ke që është vendase e jemja. Ajo që deshta me përmend pa harru kurrë që përmend e puna e mjekëve shqiptar dhe kthimi tyne është se shumë herë ne dëshirojmë të japim atë përvojën tonë, po pamundësia është ka njëherë e madhe për shkak se mungojnë mjetet, mungojnë aparaturat me të cilat ne kemi punu atje që të cilat nuk mujmë me i apliku këtu mirë, po është një vullnet i jashtëzakonshëm. Po shoh tash me kyçën temën në sistemin e shëndetësor shtetëror, stafi, kolegët janë të jashtëzakonshëm, pritja ka qenë shumë e ngrohtë dhe ata dojnë gjithmonë jenë pozitiv për me pru gjana të reja të cilat padyshim aplikohen në spitale të tjera, nuk janë kundër Zot na ruaj, pra kësaj çështje, sepse me të vërtetë edhe mjekësia vazhdon me hec me hapa kozhat më, nuk është qëndron për çdo ditë, po çka do të qëndron mundohen për shkak shëndetësi gjermane, për çato kemi brenda vitit kemi pas duke qenë se jemi pjesë ende e odës mjekëve gjerman, ke pas atë shkollimin e patjetërsueshëm të vazhdueshëm mjekësor ku ti ke marr pjesë në për seminare të ndryshme, ke pa inovacionet e kohës fundit, edhe kështu je zhvilluar edhe si mjek, edhe ke ikon çësia në rrjedha kështu. Doktor Kushtrim, një pyetje që metet e fundit është a janë të korruptuar sistemi shëndetësor gjerman? Sistemi korruptiv a lejo, në fakt, tash nëse nismi nga realja, po ka njerë aja egoja e njerit është që nuk ngopet edhe me pagën që e ka dhe me benefitet që i përmenet ti. A ndodh kjo mu korruptu, a ndodh me u korruptu një doktor? Jo, nuk është e pamundshme, a do të mi marrë gjithmonë në shkaktar pse kanë shku deri, çka kanë qenë një sistem me qenë korruptiv. A kanë qenë pagat e ulta, a kanë qenë stimulimet e panevojshme. Për te i kësaj ekziston kanë herë dhe egoja e individit. Që po të thëmë, në Gjermani, nëse është marrë një dhuratë, është ardhur në formë të një pije që të kanë thënë publike. Gjithçka nëse ka kaluar, kemi pas si rregull, gjithçka që të është dhënë si dhuratë në formë monedhës dhe ka kaluar një shumë caktuar, është dashur me deklaru. Sepse ti merr një rrogë prej shtetit, ti ke pajtuar për shërbimin që ofron. Edhe paka ka qenë dinitetshme, që nuk ka mujt me ta ul atë dinitetin e personalitetin e mjekut. Ti ke pas respekt. Sepse shumë herë, edhe nëse ki parën e botës nuk i ki respektin, kote ki. Atje e respektu si mjek. Respekti ka qenë maksimal, diniteti ju të ka qenë jo i përdhosën asnjëherë, ti ke qenë mbret në punë tonë, edhe pse je kon shërbim klientit. Atje e thunë një fjalë gjermane që klienti është mbret, po je kon shërbim pacientit. Kjo është ajo çka e ka motivu mjekun, po edhe normalisht që kur nuk ka ndodhur një pagë me të vënu ose një kujdestarimës me të nxjerra çapo dinë mos më pagu, ajo s'ka kur diskutim. Pagat e kon dinitetshme, mjeku gjerman konsiderohet për atyre që fiton mirë në Gjermani edhe jeton mirë. Tash mos flasim globalizmit që ka bërë që për shemb euroja me radhë dhe gjermanët edhe si gjermanë ankohen shumë që me futjen e euros rrogat e tyre pavarësisht që rrin shifra të mira, nuk janë sikur rrogat që kanë qenë përpara me markën gjermane e kështu me radhë. Ama jo korrupsion nuk ka pas, nëse nuk gaboj 2-3 raste që janë ke Gjermanin për 13 vjet, jo është marrë licencë dhe ata nuk mujnë me punu më. Duke se është një ide që as guxon me mendu me hap kur mjeku në Gjermani. E kupton? Po. Nëse ka, ose po them në tavolinë mund me ndodha, ama jo përmit tavolinë. Në formë të hapën, se di që ka ekzistuar. Se dhe mësosh, ndërrum pajtim, ti mësosh nëse e merr një rrogë dinitetshme, ti mësosh me çat rrogë dhe ti e din që ajo është rroga jote dhe mësosh mos me pa dorën e dikujt tjetër. Edhe ka ma kënaqësi se mos me pa dorën e dikuj tjetër ka të hep një parë. A ka ma knatësi se ti me ndi knatësi në profesion që po e kryn, pa pas nevoj me pa apo të shpërblen dikush ajo. Zatën është profesioni joni, na me vetë dëshirë kemi marë. Nëse merë, punon, në rregull është. Atëherë, doktor Kushtrim, me qenë se jemi në fund të emisionit, një këshill për shikues tanë.
ndjekim Me qenë se tema ka qenë, do të thotë mjekësia në Kosovë dhe jashtë, atëherë. Herën e ardhshme çfarë është shpresoj që sugjerimi nuk është emisioni i fundit që e Jo, bëjmë bashkërisht. gjithsesi kemi Do pasur të emisione zgjedhim tjera. ndonjë temë të cila është shumë më Tamam, fikse për të po, profesion. këtë rast kemi folur më shumë për ata që Po. mirën me shëndetësi, qoftë Po, politike, po, qoftë në aspektin e kolegëve tonë, të cilëve ju uroj suksese kudo që janë, pavarësisht rrethonave në cilat gjinin, mos harroni se ata që kanë marrë një rrugë me dalesht, nuk e kanë pas lehtë, largimi prej familjes, largimi prej vendit ku i rrit, ku i shkollu. Vetëm një shkas i fortë i ka. Është shumë, duhet me pas një shkas të fortë edhe gjithmonë zgjon me atë ëndrrën dhe kur me zotën edhe ëndrat i shohin në për vendet e studimeve dhe kështu me radhë. Një këshilla jemi është të ndjekim sa më shumë emisione kualitative, ata që ndjekin televizion, për ju thras kushtimisht besojnë në mjekësinë kosovare, të mundohemi bashkarisht të ngrisim cilësinë, duke bashkëpunu, duke mundu që sa më shumë edhe të rritë bojmë strategji, po thëmë tash s'po bëhen në politikë, po ta da bëjmë një strategji qoftë 20 vjeçare, qoftë 30 vjeçare, që pas 30 vjetit ta dim ku jemi, si sistem shëndetësor, duke mos me anashkalu kontributin e atyne që e kanë vazhdu mjekësinë edhe në rrethonat më të vështira të mundshme, kur pa e haru kontributin e tyre, profesorëve të vjetër, profesorëve të ri, e kështu me radhë. Besoj që ka vend për të gjithë, edhe besoj që çdo njëri për nesh duhet me dhënë kontributin prej kandit vetë që është, kur mlidhe me të gjithë, kur japim kontributin në formë përbashkët, besoj që kemi arrit suksese. Nuk janë popull tjerë konsideroj kur më të mirë se na, se i kum pa për sa afërmi, është sistemi, është ajo gatishmëria atyne për me kontribut sistemi dhe me marrë përgjësi, sepse kontributi donë edhe përgjësi, edhe angazhim, edhe njohje të asaj që quhet hierarki. Faleminderit shumë. Atëherë, doktor Kushter, me qenë se është koha, domethënë përfundon në emisionit tonë, faleminderit shumë për kohën që na keni kushtuar në emision, me shpresën që kemi takuar në tema të fikse për profesionin me çka edhe jo çdo ditë ballafaqoni. Ne të falenderojmë shumë. Për njoftim për shikues tonë është që doktor Kushtrim Qerimi është i angazhuar si specialist i kirurgjisë përgjithshme në Spitalin e Gjelanit dhe çdo ditë punë ushtron profesionin e tij lirshëm. Faleminderit shumë doktor Kushtrim. Faleminderit shumë. Po shpresoj që herën e ardhshme kam pas dëshirë gjithmonë me fol për një temë që është metodat laparoskopike të gjithsesi. Të Me të kjo si enik për emisionin e ardhshëm. Po do të jetë si enik për emisionin. Faleminderit shumë për ju. Të nderuar shikues, kaq për emisionin e sotëm, deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.